tjera me një libër në dorë ku fatkeqësisht në ditët e sotme ka humbur interesime. Puna e parë është puna ime e shajt arsim, 43 vite me ditar në dorë. Dhe gjithmonë kemi ndruar për një liri siç e kemi sot, po për fat të keq rinia jonë nuk hin me libër atë që duhet lexuar. Sa libra kam lexuar deri tash as vetë se di, ato janë me qinda janë. Cila është gjëja më e bukur për ty? Jeta. Të jetosh jetën. Përshëndetje miq të mi të mediumit shqiptar që kret nga ona Adeja. Sot po e nisem më ndryshe, pak më ndryshe se herave tjera, me një libër në dorë ku fatkeqësisht në ditët e sotme ka humbur interesime. Mirë po, unë kom marrë sot në Prizren tek shtëpia botuese Fidani, ku do të bisedoj me shkrimtarin, poetin, arsimtarin, gjithashtu redaktorin shumë të njohur, Berat Batiri. E për më shumë dëtojmë e pas se çka ka më na treguar ai neve rreth jetës së tij dhe përvojës së tij, na ndesni. Zotri Berat, si jeni? Mirë ka dash Zoti. Ka dash Zoti. I fort me tona. Na trego pa ku jena orë këto. Çka është kjo për juve? Jeni në Prizren, konkretisht jeni në zyrën e shtëpisë botuese Fidani, cila është një ndër shtëpitë botuese ndoshta më e njohur në qytetin e Prizrenit. Cila ka qenë puna e parë që keni bërë? Puna e parë është puna ime e shajt arsimi. Arsimi ka qenë. 43 vite me ditar në dorë. Na po shpoj pak si ka qenë e ku për ty? Kam filluar 79-ën për herë të parë. Dhe deri ka 81-ta ka pas një pas qetësi, po jo qetësi që të ka gëzuar ose që ka qenë qetësi ku me ditë se çka. Por gjithmonë arsimi ka qenë në shënjestër të pushtetit, sepse sidomos në arsimtar të gjuhës dhe letërsisë shqipe nuk kemi nejtur të qetë. Qysh atëherë kemi ndije robrin që kemi në pushtet, në shpirt, në atë dhe. Dhe gjithmonë kemi ndruar për një liri siç e kemi sot, po ndoshta edhe për një liri hala më shumë më të bukur dhe më të mirë se sa që e kemi sot. Na trego pak fillimet e tua. Fillimet e mia janë të vështira sepse herët kam met pa babajn dhe janë ballafaquar me jetën. Dhe nga fshati kemi dalur në Prizren, falenderoj axhën tim i cili na ka prunë në qytet dhe kemi pas mundësi që të shkollohemi, të punësohemi, të bëjmë një jetë pak solide me familjen dhe kështu që kemi ardhur deri te ditët e lirisë kur dim të jetojmë pak më mirë, dim të jetojmë pak më të lumtur, por jo edhe krejtësisht të kënaqur. Sa mendon që kanë interesim nxënësat për me lexu libra? Sa ka humb interesime apo është rrit sipas juve? Jo, interesimi 100% ka ra, po ka ende të cilët lexojnë, edhe librin fizik besoj që teknologjia e re po mundohet ta zavancoj, por nuk mund ta zavancoj, se libri fizik kur e ke në dorë ndryshe e kupton, ndryshe e përjeton, ndryshe të tërheq libri fizik, se sa ai që lexon përmes ekranit. A mendon që edhe përmes ekranit, përmes telefonit mundet me mësu njeriu? Sigurisht që mësohet edhe përmes ekranit, sigurisht që lexohet edhe përmes ekranit, por thash ajo që ofron libri është pak më ndryshe se sa ekranit. Por çdo gjë që lexon është lexim. Është e dobishme, po për fat të keq rinia jonë nuk hin me libër atë që duhet lexuar, por lexojnë gjithçka që në internet, dhe interneti për mua është një hamar i madh ose një grumbull gjonash të ndryshme, ku ka shumë gjona të mira, por ka edhe gjona të cilat rinia jonë nuk duhet t'i përdor, nuk duhet t'i shiqon, nuk duhet t'i merret me to, po të gjeje vërtet atë që ka edukat, atë që ka traditë kombëtare, atë që e bën njeriu njeri. Cila është gjëja më e bukur për ty? Jeta. Të jetosh jetën. Po, se kur po filloj ke më plak njeriu, atëherë jeta po i do ke shkurt. E derisa jeni ju të ri, mendoni se jeta është shumë e gjatë. Prandaj rinia duhet ta di se jeta është e shkurtër dhe duhet të punoj shumë, të përgatitet për çdo ditë. Cili është ai libri që të ka bërë me ndjek shpirtërisht juve? A mban në tito, apo aktore?
Mund të them cili ka qenë libri i parë, romani i parë që kam lexuar, po. Ka qenë Malsoria e Nazmih Ramonit, edhe Gërmina e dashurisë Mustafa Gërbëlleshit, kur i kam lexuar për herë të parë si nxënës i klasës së 8 shkollës fillore. Sa libra kam lexuar deri tash as vetë se di, ato janë me qinda janë, u thonë, sidomos letërsi, jo vetëm letërsi shqiptare, por edhe letërsi botërore. Më kujtohet sot ura shërtimave që autorin e kam harruar, që është një shkrimtar klasik italian, që është një roman vërtet jashtëzakonshëm, sidomos për të rit, për ta lexuar. Dhe leximi im është i pakupishëm, s'mund t'i numëroj të gjitha ato që mund. Megjithëse her pas here kam pas mbajtur edhe listën se çka kam lexuar, dhe tash nga ndonjëherë kur i shpletoj ato fletorat, them, vërtet e pas kam lexuar këtë libër, se janë të shumta, sidomos tash kur merrna edhe me redaktime dhe si shtëpi votuese, lexoja edhe shkrimet e reja të autorëve të ri, se të redaktosh një libër pa lexuar s'kish se redakton. Dhe kështu që shtëpia votuese, unë jam redaktori i parë i shtëpisë, megjithëse kam edhe bashkëpunëtor të tjerë të cilët bëjnë redaktime, lektorime, faqosje, bashkëpunojmë në mënyrë ekipore. Dhe numri i librave është i pakupishëm. Do të një libra pastaj dalin në shitje auto, po? Jo, na vetëm me bashkëpunojmë me autorët, na nuk merrem me shitjen e librit, vetëm me publikimin e librit, me promovimin e librit, dhe nuk merremi me shitje, sepse ne merremi me shtypin e librit, redaktimin e librit, përgatitjen për shtyp, të drejtën e autorit, dhe autori zakonisht tash librat që botohen nuk shitet, nuk ka shitje siç ka pas dikur që kemi pritur rend para librarisë për të blerë një libër që është botuar, se botohen edhe shumë libra, edhe kështu që autorët bëjnë promovimin e librit, ma shumë e falin librin se sa që e shesin, por dëshira për të bërtuar një përmbledhje me poezi apo një roman është e madhe, edhe autori ndon nga xhepi vet, ndon për ta botuar një libër, megjithëse nuk duhet t'i anashkalojmë institucionet e Republikës së Kosovës, të cilat viteve të fundit vërtet po japin donacione të mjaftueshme për botim të librave të ri, qoftë Ministria e Kulturës, qoftë drejtoritë komunale të kulturës, janë duke sponsoruar në mënyrë të konsiderueshme që duhet falendëruar se vërtet po bëjnë një punë të mirë në këtë aspekt. Cili është mesazhi që dënoj përcjell për fund? Mesazhi në këtë kohë që po jetojmë, nuk di çka kish më qenë më mirë. Të rroj Kosova. Faleminderit shumë që gjete komendove neve. Faleminderit dhe juve, po s'mund ta refuzoj nipin e Kolçetës, që është një shkrimtar, s'di sa ju ka treguar, ai shtëpinë botuese Fidani e ka si të vetën, dhe unë kam respekt për gjyshin e tina, kështu që nuk mund t'ju refuzoj. Faleminderit edhe juve që na vizituat, kalofshit mirë, inshallah kam mundësi do ta shoh diku këtë. Patjetër.